Si rrëzohet Edi Rama? Si mund ta detyroj populli atë që t'japi dorëheqje? U bën 1 muaj e gjysmë protesta dhe Edi Rama as nuk ka ndërmend të japi dorëheqje. Ju si mendoni? Me protesta paqësore? Me rrethim të institucioneve? Si mund t'jetë ajo mënyrë që të detyrojë një qeveri, në këtë rast të Edi Ramës, të japi dorëheqje? Nëpër Europë, si ndodh, si rrëzohen qeverit kur nuk mbajnë premtimet, kur populli ngrihet në protestë? Vetëm në ditën e zgjedhjeve? Ju si mendoni? Pasi u bën 1 muaj e gjysmë protestë, edhe nga diaspora erdhen mijëra emigrantë, prapë Edi Rama nuk e dha dorëheqje. Edhe nga kërkesat e protestuesve, asnjëra nuk merret përballë. Ndoshta duhet të dalin më shumë njerëz në protestë, ndoshta duhet të jenë gjatë gjithë ditës, por njerëzit punojnë, nuk munden dot të jenë gjatë gjithë kohës në protestë. Ju si mendoni? Si duhet vepruar në këtë rast?